jam i bindur që ju do të shkoni në Senat. Kur ju të jeni senator, çfarë do bëni lidhur me administrimin e votës të shqiptar-amerikanëve pasi në mediat e ndryshme të Michiganit edhe më gjerë flitet se komuniteti shqiptar-amerikan në Michigan është vendimtar për çdo rang zgjedhjeve, qoftë ato prezidenciale, qoftë ato lokale. Çfarë do bëni ju me si senator, por si shqiptar-amerikan, që të gjithë ta dinë që shqiptarët nuk janë një komsi, nuk janë një elektorat i zakonshëm, por janë një elektorat i fuqishëm, dhe jo vetëm që dinë të argjenojnë se ku do votojnë, por janë dhe numër, janë vendimtar. Po. Ajo është pyetje me të vërtet me vend. Edhe do të jap një përgjigje që kam rreth që ka filluar kjo fushat që në një farë mënyrë më hanga brenda. Si pjesë e luftës elektorale që bëhet në këtë në rangun e gjerë të komunitetit gjerë të këtij distrikti dhe mbar shtetit, në një farë mënyrë mbar Amerikës, ne si kandidat shkojmë organizat me organizat, komunitet mas komuniteti, shoqat mas shoqate, dhe mundohemi të marrim atë endorsement, me fjalë të tjera të marrim mbështetjen e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Unë jo më larg se sot mora mbështetjen e komunitetit të Bangladeshit brenda zonës tonë, edhe në gjithë Michiganit. Ajo organizata quhet Michigan Bangladeshi American Democratic Caucus. Me fjalë të tjera bëhet nëpërmjet tyre caucuses që bëhen si organizata. Këto janë organizata të njohura brenda secilës parti, qoftë demokratikës në rastin tim, qoftë asaj republikanes në aspektin e Partisë Republikane. Ne, si shqiptar, edhe pse si komunitet jemi shumë i madh sa komuniteti i Bangladeshit këtu në këtë shtet, nuk e kemi një organizat tillë. Ajo është një humbje totale, është mungesë e theksuar e ushtrimit të numrave ton ndaj procesit politik. Është e nevojshme për ne që të kemi farë mirënjohje të tillë. Nuk ka asnjë arsye pse nuk e kemi një organizat të tillë, sepse çfarë ndodh? Kur ke organizata të tilla, pakëndësi sa është numri kolektiv i joni, çdo kandidat vjen dhe kërkon mbështetjen në mënyrë të përfaqësuar ke organizata jon specifikisht. Dhe nëse do kishim një caucus një shqiptar amerikan, qoftë në Partinë Demokratike, qoftë Partinë Republikane, do vinin çdo politikan do vinte ta kërkonte mbështetjen. Kërkesa e mbështetjes është oportunitet. Për arsye se dashur pa dashur, neve do shprehemi si kandidat ndaj asaj shoqate. Do themi gjërat që janë të nevojshme për të thënë në mënyrë që fitojmë mirëbesimin e shoqatës dhe mbështetjen e shoqatës. Në këtë moment, unë atë gjë po e bëj me çdo organizat. Po e bëj me grupet, në këtë rast me Bangladeshin, po e bëj me indianët, po e bëj me kinezët, po e bëj me gjermanët, me irlandezët, me italianët, me radhë. Të vetëm gjë që nuk po e bëj me shqiptarët. Me shqiptarët po shkojmë në mënyrë individuale nëpërmjet televizionit shqiptarëve të Amerikës, nëpërmjet shoqatave, nëpërmjet institucioneve fetare me radhë. Në vend që të kemi një farë grupimi politik që na fokuson duke qenë se po merremi me aspekte politike. Ajo është mungesa e theksuar. Dhe për ne është diçka absolutisht e nevojshme. Kështu që të përgjigjem pyetjes suaj, një nga gjërat e para që do bëja, të organizoja pikërisht këtë organizat. Është e nevojshme për neve, është e domosdoshme për ne dhe do na japi një farë shtyrje edhe që sot na mungon edhe e kemi më së nevojshme. Ky do ishte hapi i parë kam përshtypjen që duhet bërë. Pastaj përtej këtij hapi, që është diçka krejtësisht specifike në këtë rast, normalisht prezenca e një shqiptar amerikani në Senatin e shtetit tonë do të ishte vyer. Ashtu sikurse prezenca e një shqiptar amerikan do të ishte vyer në çdo instancë të shtetit amerikan. Pakëndësi ka ku jemi, qoftë Kongres, qoftë Senat, në dhomën e përfaqësuesve, në rangun e Këshilleve Bashkiake, është e nevojshme për ne të kemi zë politik dhe këto janë nevojat tona, kjo do jetë edhe lufta që duhet të bëjmë neve qoftë në mënyrë individuale, ashtu edhe mbar si kandidat. Shikuesit e shikojnë, ne do ta kemi edhe në të regjistruar. Të regjistruar sigurisht që është, po do ta kemi në rrjetet sociale. Absolutisht. Edhe po të shikojmë se do veprosh. Absolutisht. Apo se ngre telefonat edhe. Absolutisht, përkundër asaj. Do vi t'jap llogari. Po mirë. Le të vim tani në rasti konkret në fushatën që keni sot aktualisht juve, si kandidat që jeni në zonën e distriktit 9, dhe cili është informacioni juaj. Pra, a keni arritur dhe tani të mësoni se sa shqiptaro-amerikan janë në distriktin tuaj që janë me banim. Po. Dhe nuk e dim tej pastaj prirjet demokratike apo janë republikan, por cili është informacioni që ju keni dhe a duhet që kandidatit të i di këto?
Absolutisht. Absolutisht. Normalisht është diçka me vërtet me vlerë. Sa më shumë informacion të kemi gjatë një fushate elektorale, aq më të prirë do jemi ndaj suksesit në fund fare. Informacionet që kemi lidhje me shqiptarët dhe prezencën shqiptare në zonën tonë, që zona jonë është qyteti Troy, Rochester Hills, pastaj Sterling Heights, Utica dhe një pjesë e vogël e qytetit të Shelby Township. Prezenca jonë aty është me vërtet e madhe. Por jo gjithmonë kemi informacione në mënyrë specifike dhe eksakte se sa janë numrat tanë, përkundrazi. Dhe ta shpjegoj në këtë mënyrë. Kur nxjerrim regjistrimet, neve në bazë të censusit që bëhet këtu një herë në 10 vjet, ne nuk kemi aftësi të kërkojmë aty në bazë të grupit etnik. Detyrimisht, kur kërkojmë për thjesht sa shqiptar kanë këtë zonë, atë përgjigje nuk e kemi. Ai numër mbetet akoma i padisponueshëm për ne. Ndërsa kur flasim për ata që janë të regjistruar, për shqiptarët që janë të regjistruar, kemi aftësinë dhe fushata jonë i kanë nxjerrë ato numra. Edhe kemi të ndarë në Oakland County, që është pjesa ku është Troy, Rochester Hills, dhe pastaj Macomb County me Sterling Heights, Utica dhe Shelby. Edhe në ato numra janë shumë interesant për mua, personalisht. Kur kërkoj në zonën e Oakland County, për këto 3 qytete që janë pjesë e distriktit tim, unë nxjerr rreth 1200 shqiptarë që janë të regjistruar për të votuar. Kur shikojmë pastaj në mënyrë specifike dhe numrat në bazë të a i kam këta 1200 shqiptarë që kemi aty, a janë 1200 shqiptarë që unë i njoh që janë totali, numri total, apo janë një numër më i vogël. Atë unë ta jap ta raportoj personalisht që është numër më i vogël nga ata që jetojnë në këtë zonë. Përse? Edhe unë jap shembullin tim. Shembullim është se unë kam listat e klientave të mi që kam gjatë viteve, gjatë 16 vjetëve se avokat. Dashur pa dashur, shumica e klientëve tanë është pjesë e kësaj zone. Edhe unë kur shikoj në emrat dhe adresat e klientave tanë, dhe shikoj emrat e adresat e atyre që janë të regjistruar në këtë zonë, nuk më koincidojnë shumë pak. Ka shumë klientë që nuk janë të regjistruar për votuar, që unë i di që janë qytetar amerikan, për shkak se nga i herë është ajo pjesë e analizës. Po di që janë qytetar amerikan sepse kanë bërë qytetar amerikan. Edhe ajo është një farë mënyrë, ajo është një humbje totale për ne si komunitet. Jo thjesht për mua si dikur Shqipëria është në garë politike, po për ne si komunitet, sepse duhet që ta kemi dhe atë zë. Regjistrimi për votuar është temë mas e rëndësishme. Vota është temë mas e rëndësishme. Ai është pushtet politik në fund fare. Detyrimisht neve na duhet. Njëtën gjë nga ana e Sterling Heights, numrat janë pak më ndej. Kemi rreth 3500 shqiptarë total që janë të regjistruar për votuar. Unë të njëjtën gjë vëre edhe në zonën e Macomb County, që numrat edhe flas personalisht për zyrën time. Numrat e klientave tanë në zonën e Macomb County janë shumë të gjëra nga numrat e shqiptarëve që janë të regjistruar për votuar. Dhe kur marrim pasaj të dyja numrat bashkë, që janë me të vërtet minimale, kur marrim dhe pasaj bëjmë analizën dytësore, që sa nga këta shqiptarë që janë të regjistruar, votojnë zgjedhje mas zgjedhjeve. Numrat pasaj bien në mënyrë totale. Dhe ato ndjekin një farë mënyrë parametrat që ndjekin mbar numrat tanë si komuniteti më i gjerë amerikan, dhe votojmë diku ke 30%, 30-40% në bazë çfarë zgjedhje flasim, ajo bëhet diçka me të vërtetë e vështirë. Dhe niveli i fundit i analizës pasaj zoti Vila është kur flasim për këto garën primare që do të brenda partisë, që do ndodhi si për demokratët dhe për republikanët në datën 4 gusht edhe atë javën më parë, kur neve shohim me vërtet që ato numra bien, dhe bien diku ke 20%. Dhe ajo është me të vërtet kur merr ato totalin pasaj e komunitetit shqiptar dhe zbret në atë nivelin bazë të garës primare, me vërtet shikojmë një zbritje të mahnitshme të votës komunitetit. Edhe në qoftë se do kemi aftësinë që të organizojmë këtë komunitet pak më mirë se që kemi realizuar në aspektin politik, duke filluar sot e në të ardhmen, neve me vërtet do shikojmë vlera nga ai organizim, sepse është e nevojshme dhe është domosdoshme për mendimin tim. Faleminderit, është gjë e rëndësishme dhe është shumë e domosdoshme votimi, regjistrimi dhe pastaj votimi. Neve vazhdimisht në televizion, edhe në emisionet tona, edhe në rrjetet sociale i kemi transmetuar ato informacione që kanë dërguar juve, edhe në anglisht, edhe në shqip, mënyra se si veprohet për të regjistruar gjëra shumë të thjeshta, por duan 5 minuta kohë. Po, absolutisht. Por juve jeni me eksperiencë në fushën politike, me Partinë Demokratike, dhe një pyetje kështu lidhur me komunitetin shqiptar. A keni juve, se ju jeni dhe kryetar partie? Po. A keni juve shqiptar që janë azhonuar të tjerë në politikë?
Paktën eksperiencën e distriktit tuaj. Patjetër. Po jemi me fat, e kemi në lloj rangjesh të ndryshme. Normalisht ky komunitet pa gjatë këtij cikli elektoral normalisht po shef kandidaturën time, po shikon kandidaturën e Robertit, pa kandidaturën e Suzana Shkelit, po shikon kandidaturën e Gjan Gocit, sapo doli për fushat e Dira Sako, gjithashtu më kom. Këto janë thjesht në rangun e garës politike. Pastaj të angazhuar brenda partisë, ne kemi unë di që në Troj kemi disa shqiptarë që kemi brenda listës emrave të atyre që janë të azhënuar dhe që të angazhuar gjatë gjithë kohës me partinë tonë. Jam sigur që edhe pse unë këto nuk i kam të informacione, në aspektin e Partisë Republikane e di që janë të angazhuar plot shqiptarë gjithashtu. Në rangun e senatit të shtetit tonë, për një nga, për shembull, që njohum personalisht, një nga senatorët që kemi të zonës së Mkom, ka si punojësin kryesor të tjerë një shqiptar, Armendin, që është një djalë shqiptar i mrekullueshëm, Armend Toplari. Këto janë angazhimet që kemi neve si komunitet. Dhe këto janë gjërat që janë të nevojshme, për arsye se kemi thënë më parë, në mënyrë që të jemi të suksesshëm. Me forcat tona jemi të suksesshëm vetëm sa jemi të aftë personalisht. Por komunitetet e tjera, kandidatët e tjerë, janë të suksesshëm për te aftësive të tyre individuale, për arsye se kanë komunitete që i mbështesin në mënyrë totale, nëpërmjet institucioneve të medjave, nëpërmjet institucioneve fetare, nëpërmjet individëve që janë të shpërndar gjatë roleve të ndryshme politike në mbar atë kuadrin politik të jetës amerikane. Dhe mbështetjet e tilla janë nevojshme. Kjo është edhe lufta që në farë mënyrë ne po bëjmë sot nëpërmjet bisedave si kjo që po angazhohemi unë dhe ju, po dhe bisedave që po angazhohemi me institucionet fetare, me institucionet sociale, me organizata shoqërore, me individët, me mbështetjen e çdo antarit të çdo këshilli bashkiak, kem thënë tash ku i kemi. Në momentin që rrisim ato numra dhe nisim ato lloj angazhimi, do rrisim edhe aftësinë për të qenë suksesshëm të çdo personi që kandidon për çfarëdo lloj pozicioni. A ka rëndësi komësia nga vjen? Edhe juve si shqiptar, a keni problem të thoni se ti vjen nga komuniteti shqiptar, ma jep një, jo, ndoshta është eksperienca ju personale, por si funksionon kjo në jetën amerikane? Po. Normalisht unë jam krenar që jam shqiptar. Fakti që jam shqiptar, në gjithë poshtë e përpjet, kudo që të bie prap shqiptar do ngelem, ajo nuk ndryshon. Edhe detyrimisht edhe mbase ky është thjesht personi im, dhe kjo është thjesht metoda ime e punës, po kushdo që më jep e di që unë jam shqiptar. Edhe ajo nuk ndryshon dhe do ndryshoj asnjëherë. Nganjëherë në komunitetin tonë, duke qenë se jemi grup emigrantësh relativisht të freskët, sa po kemi ardhur, 30-40 vjetësh shumica janë, edhe pse kemi prezencë për 100 vjetësh, shumica ka ardhur mbas viteve 90. Nganjëherë për ne si emigrant të tanishëm, na duket sikur është nevojshme në mënyrë që të flasim për veten tonë në kuadrin e të qenit amerikan edhe nga një farë mënyrë të zbehim prej ardhjen, sepse na duket sikur është diçka që do na krijonte mungesa dhe jo vlerë. Por realisht eksperjenca ime personale në rangun politik, në rangun si avokat, në angazhimin tim që kam në biznes, në komunitet, siç është si avokat ashtu edhe në aspektet politike, po të kuptimi im thotë që të qenit të një grupi etnik specifik siç jemi ne, është diçka që kuadri gjerë jetës amerikane, jo vetëm që e pranon, por dhe mbështet që çdo grup tjetër etnik është krenar për prejardhjen e tij. Italianët janë krenar për prejardhjen e tyre, edhe pse kanë shumë kohë më gjatë se sa ne këtu në këtë komunitet. Njëjta gjë ndodh me grekët, njëjta gjë ndodh me irlandezët, ndodh me gjermanët, ndodh me këdo, që gjithë janë të angazhuar brenda komunitetit të tyre. Dhe në farë mënyrë vlerësimi që bëjnë ndaj vetes është i njëjti vlerësim që bëjnë ndaj çdo grupi tjetër etnik. Kështu që nuk ka asnjë arsye për ne shqiptar që të ndihemi si thua, të ndihem çfarë lloji zbehtësie në lidhje me të qenin shqiptar përkundrazi. Prandaj dhe unë kudo që shkoj, siç thash, e kam absolutisht të ndarë atë realitetin e jetës time, që është realiteti që jam shqiptar, dhe jam krenar dhe vazhdoj në një farë mënyrë dhe ajo për mendimin tim më ndihmon tej mase kudo që shkoj. Për arsye se të gjithë njihemi me shqiptarët. Ky është komuniteti i gjerë.